Sopranoja e njohur Ermonela Jaho ka interpretuar në sofrën tiranase një festë e traditës kryeqytetase e organizuar nga Fondacioni Arben Tafaj. Rrugëtimi emocional i sofrës për më shumë se një çerek shekulli dhe ideali i Arben Tafajt për të mos e komercializuar duke ruajtur si vlerë shpirtërore të Tiranës u përçua edhe këtë vit, përmes emra artistësh e pjesësh artistike që përcollën më të mirën e kulturës së zonës. Një festë me këngë valle, Sofra Tiranase erdhi në edicionin e 31 në Pallatin e Kongreseve duke ngjitur në sken emra përfaqësues në lajme të ndryshme kulturore. Sofra e Tiranës, ashtu sikurse historia dhe tradita për një çerek shekulli do të vijoj po me atë emocion dhe po me atë asht artistik dhe kulturor. Interpretimi i këngëtarëve kishte si qëllim mbajtjen gjallë të traditës, ashtu sikurse në çdo vit, në çdo edicion të saj Sofra sjell pikërisht interpretim të traditës që bashkon të gjithë brezat. Kjo është hera parë që bëhet pa Arben Tafajin. Sigurisht ky ishte emocioni i këtij eventi dhe kjo ishte edhe përgjegjësia jon e madhe, por ne mendojmë që Arbeni ishte këtu dhe ne e çuam amanetin e tij deri në fund. Sofra Tiranase kremton më të mirën e artit, por edhe të shijes, duke u mbështetur edhe nga birra Tirana, e cila është cilësuar si mbretëresha e qytetit të Tiranës me një traditë që zëfill në vitet 1960, duke u bërë një pjesë integrale e kryeqendrës së vendit. Birrën Tirana kemi prej vitesh bashkëpunëtore dhe mbështetëse në këtë event, edhe jo vetëm nga qasja e emrit që e mban me aq krenari si produkt, por dhe fakti që realisht është një produkt të cilin qytetarët e Tiranës e duan shumë realisht dhe ne jemi krenarë që kemi në rrugtimin tonë. Të ftuarit shijuan birrën Tirana në koktelin pritës përpara koncertit, në çdo tavolinë siç bëjnë prej dekadash në festat e gëzimet e tyre. Tashmë birra Tirana me teknologjinë dhe investimet e kryera ofron cilësi të lartë dhe autenticitet për konsumatorin kudo ku ajo shijohet dhe bëhet pjesë e tryezave dhe ngjarjeve festive.